Ndarja e vendeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve bëhet duke pasur parasysh fuqinë politike dhe proporcionalitetin. Nuk rrezikohet asgjë me këtë përbërje. Sa i përket anëtarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne kam sqaruar edhe më herët që ne kemi pasur qëndrim shumë më herët sa i përket kësaj çështje. Pra, disa herë, pra, lëvizjave vendose ka pasur mbështetje nga ana e qytetarëve të Republikës Kosovës, qoftë në zgjedhjet e 2021-s, qoftë në zgjedhjet e shkurtit të 2025-s, të dhjetorit të 2025-s, po ashtu ne kemi thënë qëndrimet tona që ndarja e vendeve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve bëhet duke pasur parasysh fuqinë politike dhe proporcionalitetin. Pra, ne shumë herët e kemi thënë përfshirë edhe unë personalisht. Prandaj, duke pasur parasysh që tani kanë kaluar gjitha afatet për kur mund të emërohen anëtarë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ne kemi pritur që të kemi disa konsultime në raport me situatën, por që mendoj që në rrethana të cilat jemi nuk ka nevojë as që të ngutemi në kuptim të veprimeve, për faktin se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç e dini, ka 11 anëtarë, përfshirë edhe kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por për momentin janë 10 anëtarë dhe nuk rrezikohet asgjë me këtë përbërje. Prandaj edhe unë jam interesuar edhe sa i përket kësaj çështje në raport me vendimet, me 2 të trecat, vendimet që votohen me shumicë të thjeshtë, por pra me që nuk ka asgjë që rrezikohet nga kjo përbërje, nuk e kam konsideruar që duhet të ngutem në këtë drejtim. Pas zgjedhjeve të 7 qershorit, menjëherë partitë politike obligohen që pas afateve që parashë legislacionin fuqi që dërgojnë emratje. Prandaj edhe nëse dikush ka të me thënë vrejtje, kundërshtime në raport me veprimet e mia, lirisht le të shfrytëzoj instancat që të bëjnë ankesë raport me këtë çështje.